Grekët po i lëshojnë mesazh Edi Ramës që Belinda Balluku që ju erdhi nga këtu dhe që mritin maj, dhe pasi u dha hisën e tyre turqve të Erdoganit me tunelin pa marrë asnjë ditë, pa pru asnjë ditë, asnjë makineri turke në tunelin e Llogaras, dhe shtimin e tenderimit me 15 milion euro që t'i fuzin ke xhepi ata, duhet që pasi t'i japim hisën Turqisë, t'i japin edhe hisën e Greqisë. Edi Rama dhe pushtetarët harbut shqiptar kur nuk kanë dash marrëdhënie as me Italinë, as me Amerikën, as me Greqinë, as me Turqinë. Kanë dashur dhe kanë bërë historikisht e gjitha kjo klasë politike hajdute antishqiptare. Ka 34 vjet Athinën e ka patur mbi kokë dhe ka bërë pazare me Athinën kundër pasurive dhe interesave nacionale shqiptare. Kur nuk e kanë dash as Turqinë, as Erdoganin, janë rrena, janë pralla, janë mashtrime, janë demagogji. E kanë dash Turqinë për të patur një mbrojtje strategjike nga një lojtar i madh geopolitik rajonal siç është Turqia dhe Ankaraja, një aleat i fort i shqiptarëve që ruan balancat geopolitike në rajon, kanë shku, kanë pagu haraqin ke sultani në Ankara në mënyrë që të marrin miratimin e sultanit. Hajde sill kompani turke këtu, merr paret pa bosi punë, fut milionat në xhep dhe ik në Turqi. Tashmë do të balancojmë lojën. Shkojmë ke Giorgia Meloni, japim Gjadrin dhe i përlajmë një 10 miliard euro atje, 1 miliard euro si fazë e parë dhe 10 miliard euro. E kthejmë Shqipërinë në bazë për refugjatët, i japim një komandare Giorgia Melonit që ta shes brenda në Itali dhe i vjen dhe rradha natyrshëm Grekut, do dhe Greku hisnë e vet. Dakor? Këta nuk dun as Greqi, as Itali, as Turqi. Edi Rama për turqit para se të vinte pushtet thonte në qoftë se doni që Shqipëria të bëhet komb i qytetëruar, duhet fillimisht të vrisni turkun brenda jush. I ka të shkruara, nuk e shpifje këto, as sa jesa. I ka në shtypin e përditshëm shqiptar. Çfarë ka bërë Rama? Thonte në qoftë se doni të bëni popull i qytetëruar, do vrisni turkun përpara. Pastaj ran dashni me Erdoganin. Erdogani është lojtar i madh, çfarë bën? Kush vjen në Shqipëri thot do të jetë zari imi. Unë thot kështu kam pas marrëdhëniet me Berishën, kështu kam pas marrëdhëniet me Fatos Nanon, Fatos Nanon e kishte edhe ke dasma e të birit. Turqit thon kush do që të jetë në Shqipëri, do jetë zari im, thot se jam lojtar i madh. Këtë e thot edhe Athina, këtë e thot edhe Italia, këtë e thot edhe Amerika, sigurisht është më e madhja e këtyre gjithave që luan lojën e madh. Pra, vëllezërit dhe motrat e mi shqiptar, këtu vetëm për ty nuk penohet ndonjëherë. Dhe këto prallat që bëjnë këta mashtruesit e kishave dhe xhamive, mashtruesit e Janullatusit dhe këto turkofilët që e kanë menen për çaj, për baklava dhe për pilaf, këta parazitët e pilafit, nuk kanë dashni në thelb këta as për Athinën, as për Janullatusin, as për Recep Tayyip Erdoganin për Stambollin. Këta janë një tuf batakqish, hajdut imoral që maskohen me fe dhe me turqizma dhe me greqizma që të hapin tani qa buk. Batakqi, zorragji të nivelit parë, anti-shqiptar, pa integritet moral, pa integritet politik, pa integritet intelektual dhe aq më pak pa ndonjë ndjesi kombëtariste apo që të ruaj interesat shqiptar. Turqia e di këtë histori, e di që këta janë zagar. Greqia di të njëjtën gjë, Italia Meloni, ajo biondina e Italisë e di. Amerikanët e din përpara të gjithë.
Unë po ju a shpjegoj lojën që të mos kini iluzione ke koka juaj. Që ti shembni këto kalat, Rama është miku Erdoganit, vllai Erdoganit, si që thënë këta, parazitët pilavgji. Krijesat më parazite, më idiote që ka kriju I madhi Zot si për tokës. Nuk bëjnë asgjë, merren vetëm me demagogji nga mëngjesi deri në darkë. Turqia Erdogani, Turqia Erdogani, Erdogani Turqia, Turqia Erdogani. Krijesa parazite komplet pa shtyllë kurrizore. Të njëjtën gjë bënin ata të Janullatusit. Shejtori ynë erdhi këtu, rriti këtë, bëri kishën, ngriti kishën, ai ishte ushtari I Greqisë këtu, për të greqizuar jugun e Shqipërisë. E solli Greqia, ishte general atje, erdhi këtu u bë prift, tani ka kalu ke Zoti, do t'japi atje llogari se çka ka bërë Shqipëri. Zarët e tyre që janë nëpër internet nuk kanë lidhje as me Greqinë, as me kishën, as me Turqinë, as me xhamin. Parazit ordiner, krijesa parazite që ushqehen vetëm me llap dhe me gjuhë. Këto na morin qafë ne si kombë dhe si popull. E kuptoni kush është loja? Marrëdhënia e vërtet me Greqinë, me Turqinë, me Italinë bëhet duke I shku atje ti thush po, ne ju kemi vlezën, ne ju kemi partner, ne ju kemi komshi, komshiun ta cakto Zoti nuk e zgjedh vet, interesat e kombit tim janë këto, interesat e Grekut janë këto, ku janë interesat e Greqisë? Urno. Ku janë interesat e Shqipërisë? Urno. Shqipëria këtu, ju këtu, hajde të jemi fqinj sa të jetë mbi tokë. Sepse fqinjësia e mirë është shumë e nevojshme mes Shqipërisë dhe Greqisë. Sepse komshiu është më I rëndësishëm se shtëpia. Marrëdhënie me popullin grek, patjetër. Po jo në kurriz të Shqipërisë dhe të interesave të Shqipërisë. E njëjta gjë me Italinë. Qa shkoj ky I tha? Çfarë do tha që të kërkoj, Italia tha do ta marrë. Por për çfarë e tha? E thot se do që Giorgia Meloni t'i bëhet avokate ke Donald Trumpi dhe ta shpëtoj. Giorgia Meloni ka hallin e vet. Si shkohet në Turqi? Shkohet në Turqi, I thuhet Turqisë, falimnderit, shtet I madh mik, I keni dalë zot Shqipnisë. Sa herë ka pas kriza Shqipëria? I keni dalë zot me tanë suqilër I 97 kur po vishin tanket greke dhe po pushtonin jugun e Shqipërisë. Keni qenë miq të mëdhej të këtij kombi dhe të këtij populli. Do t'jeni të tillë sa të ketë histori, sa të ketë jeta, por Abi Tayyip Erdogan, siç kanë turqit e tu interesat e veta, kam dhe unë ata shqiptarët e mi atje, Arnautluk Gjidi Bela, të cilët I kam interesat e tyre amanet nga I madhi Zot që me jarujt. Dhe si që do haj turku jot, do haj dhe shqiptari im. Jo turku të haj 10, shqiptarit haj 1. Kjo nuk është kardeshlik, kjo nuk është vlla, kjo nuk është kom vlla. Kjo është plaçkitje. 50 milion euro tuneli Llogaras, sepse jemi halat strategjik pa bosin punë kompania. 49% aksione tek aeroporti I Bexhet Pacollit shiten me $4.500. Marrëveshje kontrata fiktive me hajdutët e Tiranës që të marrin pasuritë të shqiptarëve të çojnë atje. Kjo nuk është partneritet. Kjo është grabitje. Dhe këtë grabitje këta e bëjnë sepse janë anti-shqiptar, janë shitur dhe janë anti-kombëtar. As I bi mendja as për Italinë, as për Athinën, as për Kishën, as për ortodoksin, as për muslimanizmin, as për Erdoganin, as për Turqinë, janë batakçi anti-shqiptar, krijesat pista që merren 9 ditë me orgji dhe me anti-shqiptari. E kuptuam lojën. Ky është vizioni miq. Kujt le t'i djegi, le të përcëllohet dhe le të hedhet 100 metra në hava. Në qoftë se ju djeg fund shpina, nga speci djegës I të vërtetave historike, merreni akullin dhe ftoheni
anusin tuaj të përdal, ftoheni, deri sa t'ju pushojnë dhimbjet e djegjes. Po bëjnë një teatr. Rama ka nevojë për komandare, do të bëjë një skeç me Greqin, ju do musulmani, unë jam patrioti që do mbrohem nga ju. Detin do ta çojmë në Hag. Njerëzit e Greqisë janë në Hag, Haga vendos për Greqin. Kuptuam lojën? Ndërkohë këtu do blem ca muaj, ca javë tani, me që spaku po godet, dhe po i ka rënë pikët qeverisë dhe Edi Ramës në fund të kazanit, çfarë bëjmë? Sajojmë anti-grekun tani. Njeriu që po bën betejën e shqiptarisë me hordhit shoviniste greke me Kyriakos Mitsotakis. Greqia, Turqia, Italia, vendet partnere mike duhet të bëhen aleat me popullin shqiptar, jo me hajdutët dhe plaçkicit e Shqipërisë, nëse duan marrëdhënie të mira me këtë vend. E njëjta gjë me çdo shtet tjetër që pretendon miqësi apo aleancë strategjike me Shqipërinë dhe me shqiptarët. Kjo është loja. Pjesa tjetër janë përralla batakqish dhe hajdutësh, të cilët janë të gatshëm të veshin çfarë do lloj maske e kërkon momenti në mënyrë që të shkojnë përpara me planet e tyre djallëzore anti-Shqipëri. Do të bëjnë të pamundurën të shpëtojnë Ballukun. Njeriun e cila pasi i dha hisën kompanive turke dhe italiane, do t'jipte edhe grekëve hisën e tyre. Një nga hisat e mëdha të Greqisë ishte porti i ri i Durrësit civili. Atë tregtarin ja dha arabëve. Nuk dim se çfarë lloj fantazme është projekti atje, do ta shohim, e kemi thënë, arabëve të Alabarit. Ndërsa porti tregtar që duhet të rindërtohet, 500 e sa milion euro faza e parë, do t'ja jepte kompanisë greke. Çfarë do të thotë? E kam bërë tek videot e shkuara poshtë.